Po, ligji në këtë rast e njeh që vitet e shërbimit ushtarak për burra të njihen si periudha sigurimi për efekt pensioni. Dhe një qytetar në këtë rast për ta përfituar këtë, ai duhet të bëjë një aplikim pranë zyrave të postës shqiptare dhe me vete duhet të ketë dy dokumente. Dokumenti i parë është karta e tij identiteti dhe dokumenti i dytë në këtë rast është libreza ushtarake dhe ai do të plotësojë pranë zyrës së postës një formular ku është shumë i rëndësishëm numri i repartit ku ai ka kryer ose ka realizuar shërbimin ushtarak dhe më tej për një periudhë dyjavore do t'i vijë një përgjigje e cila i konfirmon ose jo për periudhën në të cilën ai ka realizuar shërbimin ushtarak. Dhe ky dokument është një dokument shumë i rëndësishëm, pasi qytetari, kur të mbushë moshën e pensionin, krahas dokumentave që ai duhet paraqesi si vite pune dhe vite kontributive për të përfituar një pension, që njihen të gjitha si një periudhë sigurimi, duhet paraqesi dhe këtë dokumentin ku është e vërtetuar që ky qytetar në një periudhë të caktuar ka kryer shërbimin ushtarak.